Prej 11 muajsh ndërmarrja e shërbimeve dhe punëve publike në Shkodër ka nisur një proces të rëndësishëm për heqjen e kabllove nga fasadat e pallateve, një problem i trashëguar ndër vite që dëmtonte estetikën e qytetit dhe paraqiste rrezik për sigurinë publike. Ogert Lesha, specialist elektrik pranë kësaj drejtorie, tha se tashmë ky proces është kthyer në punë të përditshme dhe është mirëpritur nga komuniteti pasi ka sjellë përmirësim të ndjeshëm të pamjes vizuale dhe ka reduktuar rreziqet për banorët. Faktikisht është një problematik që ne kemi cekë dhe shumë banor na kanë transmetuar si problematik, sepse ishte bë në shumë vende ishte bë pak aksesueshme mu futa në hymjen e pallatit prej rrjetës së kabllove të internetit. Ne faktikisht si drejtori kemi diku tek 11 muaj që merremi çdo ditë. Është bërë një punë e përditshme kjo e jona. Faktikisht kemi vazhduar me zonat që kanë qenë më problematike, siç ka qenë aksi Parruz Xhabie, që është përfunduar nga të dyja krahët, aksi Perashit, që ka mbaruar dhe kapota, dhe aksi Rusit. Momentalisht po punojmë në Ure Ndërvishbek dhe do kalojmë në pjesën e kryqëzimit Degës. Kjo ka qenë vetëm faza parë e punimeve tona. Ne kemi ecur në një punë paralele me gjithë sistemin kapot, që është bërë në një pjesë shumë të madhe të pallateve të vjetra të Shkodrës, dhe kemi asistuar që edhe pamja tjetë ashtu siç e meritojnë të pallate, se realisht kanë pas një ndryshim kolosal. Do të kemi edhe faza të tjera. Ndërhyrjet do të vijojnë në të gjitha zonat urbane, duke garantuar bashkëpunim të ngushtë me komunitetin dhe operatorët e shërbimeve.